Profesor Martini, mi se u ktheve në Shkodër. Mirë që u gjete. Rikthim pas 15 vitesh, pa dyshim nostalgji, por edhe me objektiva të reja. Nostalgji po tjetër, shumë vite lërgë vllaznis. Dhe më thonë, është knatësi e madhe, dhe më thonë për gjithë se cilin, me kënë trajner i vllaznis, është knatësi dhe nërë, aq më tepër për i Shkodran, por du me thonë që është një detyrë shumë e zorshme, sepse dhjetë që në Shkodër gjithmonë kërkohet maksimumi i mundshëm. E quj më tepër si përgjithësi, se sa si knatësi, por kam me bashkjetu me këtë përgjithësi për ditë, do të mundohem nga mjesin dorë me përkushtu kësaj punë që më arrit më të mirë në mundshëm. Profesor, në këtë rikthim në Shkodër, cilat do të jenë objektivat ose projektit që do të kërkoni të zbatoni në sezonin që vjen? Para punës, unë për presidenti Xhaferi kam marrë okej që duhet me përforcu ata përforcime që na kena qef, që ka një ndërgjegjërat e rëndësishme dhe kemi rënë dakord që të përforcojmë ekipin. Po punojmë shumë nga mjesi deri mas ditës në stadium nuk ngrisim për vendet edhe duke pa lojtar edhe duke marrë informacion për lojtar. Nuk është e lehtë me vendos, pavarësisht se ne na kërkohet pak shpejt sepse është turri i parë edhe shumë i rëndësishëm për ekipin. Duhet me bë ekipin, duhet me bë ata dëshirë që na kena për me pru ato lojtar, që mendoj me dalë te kjo pyetje që ju bëhet, që mendoj ka një vit kohë deri sot marrojnë kampionati, po ne do të mundona, domethënë maksimumin e mundshëm çdo aspekt për me arrit atë ku do ne. Profesor, cili gjykoni se është reparti ku duhet një ndërhyrje menjëhershme tek vllaznia në gjykimin tuaj? Nijo, ju e shikoni që dy stopa që kanë një largu nga ekipi, mendojnë ti përforcojmë. Kemi mes fushën që mendojmë me përforcu. Kemi marrë kryen që me kanë një lojtar edhe besoj që edhe Haka këtë ditë do jetë. Kemi siguru Gurishten që ka firmos për mas mu largu edhe një vit tjetër, gjëra që është shumë e rëndësishme për ne. Po mendojmë që me dublu çdo pozicion të mundshëm që me kanë, sepse nuk fitohet loja as me 11 lojtar as me 12, fitohet me 22. Edhe po presim edhe lojtar të tjerë që pothuajse jemi me disa në mbyllje, por për arsye edhe dokumentash edhe mosmarrimit kontratës tyne nuk jena të zot me i prezantu sepse mund të hapsojmë. Me çfarë shikohet pista kosovare për Martinin duket se është diçka primare? Jo, nuk është diçka primare, për mua janë tanë pistat, domethënë nena në vëzhgim nga Afrika deri çdo vend të rajonit këtu. Kemi lojtarë që kemi në vëzhgim non-stop, kemi me disa prej tyre kemi bisedime. Kur t'ja arrijmë, që shpresoj t'ja arrijmë, sepse është shumë e rëndësishme, thash, kur ti ke mbështetjen do të thohet që merri lojtar çka kërkon, kjo është shumë e rëndësishme, edhe masi ta arrijmë, mandej them që dojna mirë për gjithë sezonin. Profesor, lojtarët që nuk janë këtu sot dhe që kanë qenë sezonin e kaluar pjesë e vllaznisë, nuk do t'ju rinovohet kontrata apo prisni ende futbollistë tjerë t'ju bashkohen ditët vitit? Nuk e di për kë e keni fjalën konkretisht. Përgjithësi Mala për shembull. Mala pritet vinë këtë ditë, ai ka marrë kontrata. Jo, i marrën kontrata me 30 qershor këtu te ne. I kemi dhënë 2 ditë më tepër, 3 ditë më tepër pushim, edhe mensazh, do afrohen me datë 4, do vinë steviti me datë 4. Kështu që edhe me ta do bisedohet. Besoj që me mensazh është mbyll, me Esatin do bëjmë bisedime sepse i marrën kontrata. E dojmë çdo kush që ta mojmë këtu, megjithatë ta shohim se si do të na ecën bisedime. Profesor, me çfarë objektivi hyn vllaznia në ecurinë e saj europiane? Po do të ishte bonus i madh sikur ne do të kaloshim një tur. Prandaj them nuk e di se sa do jena gati për këtë tur, po bëjmë çmos qoftë edhe për me marrë një lojtar në huazim që të kalojmë këtë tur. Ekziston edhe kjo pistë, pavarësisht se kemi vendos, që të jemi sa më të fortë, sepse normalisht do të kalojmë tur edhe financat janë më të mëdha edhe do të ishte e mirë për ekipin. Ku do zhvillohet faza përgatitore profesor? Keni vendosur akoma? Po kërkojmë, jemi midis 2 ose 3 alternativa, besoj sot nesër, po deri në datën 22 do jemi këtu. Mandej mas do të se dy kena me ikë dhe them që këto 2-3 ditë, 4 ditë do vendoset dhe ku do shkojmë. Profesor, jeni shpallur kampion me vllaznin si futbollist, kampion si trajner me Teutën e Durrësit. Është momenti që Edi Martini të firmos edhe titullin 10 kampion të vllaznisë, që Shkodra e mirë pret prej vitesh. Nuk e di, a kena me arrit, veç di me thonë diçka që nuk do ta ndrosha me kurgjo, as me lek, as me anin personale, thjesht me vu një yll tani në vllaznisë për mund të ishte gjësja. Gjithë kjo përvojë disa vjeçar brenda dhe jashtë Shqipërisë, sa i ka shërbyer për të dhënë më të mirën tek vllaznia aktualisht? Jo, ne mësojmë për ditë, gabojmë për ditë,
kërkojmë më përmirësu për ditë. Puna e trajnerit është i punë që edhe kur në momentin që ti e çon veten se je i kompletuar ose je kështu ose je ashtu atëherë gabon më tepër. Unë jam prej atyre djemve që pranoj edhe gabimet e mia, mësoj çdo ditë edhe mundoj më përmirësu. Ky zanat kërkon të përmirësohet për ditë, nuk mundesh të thonë që jam ky, u kompletova, mbarova edhe ky jam. Jo, unë them që ne mundem të mësojmë çdo ditë. Një dyshe Martini Sinani, duket ekspikator të paktën për opinionin sportiv. Në mund me Vjorin kena lujt bosh, kena hapa të rëndësishme një jetë bosh, përveç asaj kena majtë dhe shoqërinë e mirë që nuk është e lehtë sa të mu majtë. Kështu që jam komod me Vjorin, Vjori është drejtor, është trajner, si që jam unë edhe trajner edhe drejtor, nuk ka se kemi gjatë dome për mu jena ta njësoj, duke fillu prej të i pari edhe deri tek i fundit këtë staf, dhe më thonë nuk jam ai tipi që kërkoj gradet, më thonë unë jam trajneri i parë ose kryet trajneri si që janë quajtur përpara. Unë jam një që i kam tonë njësoj, këshillohem me ta, bisedoj me ta gjithmonë për finalin me arrit më të mirë. Ky është stafi drejtohet Do ta shohim, jo, do ta shohim. Kemi akoma bisedime, do ta shohim. Suksese për shkak. Faleminderit ju.